Mirëmbrëma miq dhe armiq, mirë se keni riardhur në esencën e mbrëmjes son. Ne kemi bërë traditë që shpeshherë flasim për figura të shquara, por që i kemi futur në një cep dhe mezi i njohim, ose që i ka njohur një brez tjetër dhe brezi jon ose të rinj ose të tjerë të ardhur në këtë qytet që mban me vete shtresa njerëzore të çuditshme, nuk i njeh, i sheh rishtazi apo i lexon si emër të një stadiumi që nuk e di kuptimin apo mbi vendosjen historike apo vlerat e vërteta të caktuara. Mirëmbrëma Armando Babani, faleminderit që erdhët në esencë dhe që erdhët me shumë përpikmëri ndryshe nga gjithë të tjerët. Mbi të gjitha unë duhet të falenderoj për emocionin që më dhat, sepse për mua është era e parë që ftohem në një televizion për të intervistuar, por jo për punën time, por për gjyshin tim. Shumë faleminderit. Unë mora shkas për ta bërë këtë emision dhe për t'ju ftuar ju në lidhje me gjitha ndodhit e fundit që ka ndodhur me atë që quhet ish stadiumi Dinamo apo sot Selman Stërmasi, dhe pasi kisha përgatitur diçka tjetër në një emision që bëj të dielave në Report TV dhe që quhet Amarkord, desha që t'i jepja një shtesë tjetër më pozitive, një vlerë tjetër, të bëja një emision në lidhje me gjyshin tuaj, që është Selman Stërmasi. Dhe e gjitha kjo mori shkas nga ngjarjet e fundit që kanë ndodhur me stadiumin dhe me ndryshimet që do t'i bëhen stadiumit, shtesa apo edhe projekte të reja të tjera. Jemi sot këtu për të folur për gjyshin tuaj, për familjen e tij, për familjen ku ju jeni rritur dhe për gjithë kohën që ju keni kujtime në lidhje me të. Deri në çfarë moshe keni njohur gjyshin? Sa vjeç keni qenë ju kur ndroi jeta ai? Atëherë, Selmani, gjyshi im, unë e kam gjysh nga ana e nënës. Ka vdekur në vitin 1976, unë kam qenë 13 vjeç në atë kohë. Por mbaj mend disa gjëra, si çdo fëmijë, por gjithashtu edhe shumë gjëra të tjera i kam dëgjuar nga gjyshja, e cila jetoi shumë gjatë, jetoi deri para 2 vjetësh. Kështu që edhe në mendjen time bashkohet ajo që unë mbaj mend vizivisht nga gjyshi dhe çfarë më tregonte, e thën tironce nona, sepse unë jam rritur në një familje që nga baba jam korçar dhe nga nona jam tiranc. Po. Kështu që gjithmonë gjyshen nga Tirana e thriqim nona, po, edhe gjyshen nga Korçë e thriqim nëna. Unë jam mësuar gjithmonë njerëz si thonë nëna, njerëz si thonë nona. Bukur shumë. Po si ta mbante fjala? Jo, ndahet shumë normal, ndahet shumë normal. Nëna, nona, nëna, nona. Qartë. Kështu që gjyshi ka vdekur në 76, unë kur kam qenë 13 vjeç. Ai vdiq që ishte relativisht i ri, për kohën e sotshme ishte i ri, por vdiq nga smundje veshkash. Veshka. Ishte 68 vjeç kur vdiq. I ri goxha. Si çdo fëmijë domun ka kujtimet e veta për gjyshin, ka. Po gjyshja mandi kur ndroi jetë? Bashkëshortja. Gjyshja vdiq e ashtu quajtur, siç e quheni nona e Tiranës. Sepse vitet e fundit i vunë emrin nona e Tiranës. Vdiq para 2 vjetësh në 1 prill të 2023-shit. Troni ta kujtoni, troni dhe ti kujtoni të dy, dhe të gjithë të afërmit tuaj që kanë ndruar jetë. Po më the pak më përpara që gjyshja nuk donë të tikte nga kjo botë 103, kishte caktuar numrin 114, ë? Nona kishte një, e thoshte gjithmonë, këtu më keni mua, thoshte. Këtu më keni, deri në 114 këtu jam. Po pse vinon 114, jo 113, 115. Ne e thoni me shaka, por ajo kishte një lloj, thoshte, shumë nga daja dhe hallat e mi kanë vdek fiks 114 vjeç. Kështu që edhe unë 114 e kishte si ne qeshnim, kuptohet. 114, ë? Nona vdiq 103. Mirë, mjaftueshëm është për të kuptuar më shumë. Po nona shkonte edhe në stadium, ë? Shumë vite përpara, po. Shumë vite përpara, po. Ajo fotografi që ke parë me maman time është kur është bërë një ceremoni në mos gaboj ke stadiumi Selman Stërmasi për vënien e emrit, a diçka e tillë. Ose ka qenë ajo, ose ka qenë një ceremoni e klubit Tirana dhe kishin ftuar, sepse gjithmonë sa herë klubi Tirana ka ceremonira i ftojnë si. Po, patjetër. Si çdo ju ftojnë kur të bëhet stadiumi i ri. Ardhe nuk e dim asnjëherë. Do t'i bëjmë pak pyetjet e shkartisura. Kur ju vendosi emri Dinamos Selman Stërmasi? Stadiumit? Nuk jam shumë i saktë. Nuk jam shumë i saktë, por mendoj që do ketë qenë diku nga midis viteve 90-95, diçka e tillë, 96. Domethënë në fillimet e demokracisë. Kohës së re, po. Po, u morë një vendim nga në Tiranë, si ishte një dashamirës i familjes, i vlerave të Selmanit, apo... Këtë nuk di të ta them, për këtë nuk kam informacion, nuk di të ta them. Qartë.
Besoj se nuk keni hasur në pengesat të tjera për t'ia ndryshuar emrin e stadiumit. Nuk është folur më kjo gjë që Me stadium, jo. si e pat projektin e ri të stadiumit? E di si është punë, Elian, problemi është që... Se tironësit më thojnë Emilian, jenë në rregull. Jo, më doli pa dashje se Shumë mirë, të s'ka gjithë ata problem. që më njohin mirë e dinë që unë kam një problem shumë madh me emrat. Unë kam memori vizive të frikshme, Me por gjithse i ke me pirë emrat 2 kafe që në mëngjes. Edhe në shbërnë çik si sport në shqiptarëve që japim mend për gjithçka. Atëherë ti përgjigjem pyetjes tënde, duhet të jesh ekspert që të thuash është e mirë apo është e keqe, është e bukur apo është e shëmtuar apo vërtet kur ti fiton diçka, se do fitoj qyteti, po themi ku diun diçka më moderne, do humbet diçka. Po, Por që të them është e mirë apo është e keqe, nuk më takon mua të them. qartë. Familja juaj, stërmasët kanë qenë të vendosur, edhe janë ende të vendosur në pazarin e ri, apo jo? Ati ka qenë baza artistike, futbollistike, në sheshin Arnur Rustemi, aty afër. Rreth rrotull sheshit Arnur Rustemi, po. Gjyshi si nisi të merreshe me futboll? Si ka qenë rinia e tij? Kjo është pyetje e bukur, po unë nuk di të përgjigjem tamam domosdoshmë si mund ta ketë filluar. Se sot e kuptojun që mund të merresh me Si mund ta futboll, ketë por në ato vite ç'a ndodhte që pati këto refleksionet e shpejta ndaj futbollit dhe që krijoi një emër derisa pastaj e degdisën diku tjetër. Këtë nuk di të them se si e filloi sportin. Unë me sa di unë dhe me sa tregonte nona, gjithmonë historitë kanë qenë rreth asaj kur ai ishte sportist, kur u bashkuan që krijuan klubin Tirana. Po. Dhe nona e thoshte gjithmonë, bile është një, në qoftë se keni parë në fotografitë e mia në Facebook, unë kam flamurin origjinal që është qëndisur ditën që kanë themeluar Tiranën. E ke në shtëpi, E kam në shtëpi dhe është futur midis 2 xhamave me gaz argon brenda që mos të prishet, sepse ka filluar kalbet, ka filluar, kështu që gazi e mban që mos të prishet më tepër, mos të. Dhe ai është flamuri që ka qëndisur gjyshja ime. Ditën kur është themeluar Tirana. Kështu që ka vlerë historike për mua, jo vetëm nga gjyshi, por ka vlerë edhe për historinë e Tiranës. Kështu që por prandaj po them që në rininë e tij nuk di të them se si e ka filluar, kush ka qenë e njoh nga koha kur e ka filluar e mbrapa. Më pas si vazhdoi? Luante, themeloi klubin, ishte bashkë themelues? Nuk është të jemi të saktë, se shumë vetë thonë themeloi Selmani klubin Tirana. Jo. Ata kanë qenë disa shokë. Tash unë të përmend emrat të tjerë nuk i di, po janë këto tiranësit e vjetër që kanë qenë disa shokë që themeluan klubin Tirana. Nuk është se ishte Selmani ai që krijoi klubin, ishte bashkë me të tjerët. Qartë. Shtëpia e nonës ka qenë bazë për gjithë futbollistët e Tiranës? Atje ndajshe drekat e darka? Nga vitet 70 e mbrapa që unë arrit mbaj mend, domethënë po. Kanë qenë i madhi Fatmir Frashëri, më kujtohet, ka qenë Bixhi i famshëm i Tiranës dhe shumë të tjerë që tash nuk më vjen emri. Unë kam qenë kalama. Më kujtohet do të qenë viti 71 ose 72 diçka e tillë, nuk e di se ishte një kampionat futbolli, se mbaj mend. Edhe në atë kohë gjyshit i kishte sjell një televizor Fonola, si tash më kujtohet, shoku vet që luante me Juventus, në Torino, tash s'po më vjen emri. Një nga këta djemtë që luanin me Juven jo Kryeziu, tjetri. Tjetri, si ishte tjetri, se tash unë gjithmonë për emrat jam. Po, Covidi bën vetëm. I kishte sjell një televizor bardhëzi. Jo tingull si Mixhiu, diçka e tillë, një gjë. Dy janë ata që kanë luajtur, kështu që Rizaj Lustra. Okej, unë asëm Rizaj kishte sjell një televizor dhe mblidheshin gjithë të çunat e Tiranës që shifneshin bashkë aty. Më kujtohen momentet e caktuara për shkak kur Fatmir Frashi më mbante në prerë, unë isha kalama, se isha 18 vjeç, 10 vjeç. Edhe unë risha me çunat e Tiranës, isha me çunat. Detajet se natyre. Po gjyshja nuk lodhesh e kur duke gatuar shumë për... Nona ka qenë ekstreme. Nona ka qenë ekstreme për zemër të madhe. E thënë, mundohem të jap tipin e nonës me 2 fjalë. Një grua me zemër të madhe. Një grua që rezatonte vetëm mirësi. Duket ajo, e ka të qëndisur mirësinë. Jemi nonë, thoshte. Jemi derne. Ti kur je i vogël nuk e kupton se kur fillon e rritesh, kur fillon e gjykon ndryshe etj, e kupton se sa e thellë ose sa i kupton më mirë kuptimin e gjërave. Nga vitet 20, 30, 40,
Gjyshi ka pas aktivitetin e tij me futbollin, luante, ka qenë pjesëmarrës në klubin e Tiranës, po edhe pak më gjerë, duke të marrë përsipër edhe politika të caktuara të futbollit në Shqipëri dhe në Tiranë. Lexova që ai ka ndërmarrë dhe disa aktivitete futbollistike për sa i përket Shqipërisë. Çfarë ndodhi më pas? A u fut më shumë në sistem në 44-ën e tutje, apo e përjashtuan komunistët e rinj që erdhën? Jo, mua më ka ngelur unë kam një çudi dhe e pyesnja shpesh herë nonën, gjyshen, dhe gjithmonë edhe ajo nuk dinte të më jepte përgjigje. I thonja, "Minon, si ka mundësi që gjyshin gjatë luftës e internuan në Ventimiglia, italianët, si antifashist. Dhe në momentin që erdhën komunistët, ata e quanin fashist. No, çfarë? Se është internuar, Ka qenë internuar në Ventimiglia gjatë kohës luftës. Do ka qenë aktiv, do ka qenë... Nuk di të them. Janë detaje që me të vërtet nuk di të... Antifashist, ata i quanin antifashist dhe internuan. Vinë komunistët në 44-ën, e quajnë fashist, ku di unë quhet tradhtar, quhet deklasuar, ku di unë nuk di veti një emër. Kur përjashtua gjyshi nga futbolli? Jo, mua më rezulton që në 47-ën ja kanë bërë këtë blokadën që... Për të përjashtuar nuk mund të thuash që u përjashtua, por filluan e pengonin, i mbyllnin dyert. Një rast është ai që unë gjithmonë e përmend edhe me të vërtet, kur je kalamati nuk e kupton. Mbaj mend një ditë që ai po qante. Së shohësh një burr plak që qan. Dhe nona ma shpjegon që ajo ka qenë, nuk e mbaj mend mirë, po ka qenë një ndeshje që do luante Tirana në mos gaboj me Ajaxin, do luante me, nuk jam shumë i sakt. Edhe nuk i kishin dhënë bilet, i kishin thënë deklasuarve nuk japin bilet. Kjo e kishte vrarë në atë farë feje. Dhe pastaj më kujtohet që ka ardhur Fatmir Frashi dhe i ka dhënë biletën e vet. Dhe për atë ky ishte sikur i kishte thënë ku diun jetën. Por të thash, kur je i vogël ti shumë gjëra nuk i jep vlerën e duhur. Kur rritesh pastaj fillon të kupton se çfarë rëndësie ka pas për dikë. Te Alizoti lexova që i kanë bërë një lloj bllokade kur po fillonte të ndërtohej sistemi i ri dhe që ka pasur një lloj zënke me Mistotreskën. Këtë nuk mund të them që, këtë nuk di. Dhe që zënka është e tillë që përse duhet ta themelojmë një gjë të re kur bëhet fjalë për ndrimin e emrit të Tiranës në 7 nëntori. Këtë ditë ma thuash? Jo, e kam dëgjuar që kjo ka qenë një histori e tillë ndrimi e emrit, po për shumë hollësira nuk... Edhe ai ishte kundër ndrimit të emrit, tha ta mbajmë siç e kemi Tirana, tha, dhe jemi në rregull me të gjitha të mirat që ka. Ndërkohë këta ju sulën dhe donin që ta vendosin 7 nëntori me të gjitha bindjet, i thonin ulu atje, mos u përzihe me këto bisedat tona me sikur a thua se ai nuk dinte se për çfarë po flitej. Megjithatë gjyshin e internuan, e çuan diku të punonte, e përjashtuan nga puna e tij në lidhje me futbollin apo çfarë ndodhi? E çuan në Mistomame, punonte në ndërmarrjen Mistomame, ngarkim shkarkim. Po pse e çuan atje? Domethënë çfarë ndodhi? Ndodhi një thyerje diku me sistemin apo shiheshe? Atëherë ishte shumë e kollajshme, mjafton dikush të thoshte, ku diun, kulak, më pak keq edhe haje direkt. Bej, kulak, tregtar, ku diun ishin fjalë shumë të mëdha, ishin fjalë armiqësore, thoshte dikush tregtar të ishte armiku i klasës. Kështu do të shkonje të riedukohesh. Pra kjo ishte arsyeja që... Mendoj që një nga arsyet dhe nuk mund ta them me... Sështë se kam qenë pjesëmarrës në atë kohë. Po nona ku punoi Armand? Jo, nona nuk ka punuar. Nuk ka punuar. Nona s'ka punuar asnjëherë. Edhe kishin vetëm një fëmijë maman tuaj. Maman tim. Mirë, ekonomia pas ka qenë në rregull. Bëj shaka. Gjithmonë në shtëpi vetëm Tirana, asgjë tjetër. Nuk diskutohet. Bile vitet e fundit, nona arriti në një moshë do më vdiq 103 vjeç, kështu që mund të mendosh një grua mbi 90 vjeç që në momente të caktuara mund mos kujtohen gjëra nga jeta e saj. Por në momentin që ti përmend një Selmonin, se gjithmonë ka qenë Selmoni, ose ti në atë moment asaj i hapi drejt. Ti shikoj një njerëz që ndryshonte, i hapi gjithçka, kthjelloi në gjithçka dhe fillonte të tregonte nga histori që ti nuk i kishe dëgjuar në jetën tënde ndonjëherë. Sepse si duket mosha fillon të kthen dhe ti duhet të ishe shumë i kujdesshëm që të kapnje sepse nuk do ta dëgjojnë më. Gjyshi e ngrysi jetën në Mistomame, Jo, kishte dalë në pension atë kohë. Kishte dalë në pension kur vdiq. Do të thënë jo, po gjithkohës punoi në Mistomame.
Ndërkohë e kishte këtë vlerësimin e figurave të pastra të qytetit që vinin e takonin... Të vjetrit, po. Të vjetrit, po. Futbollistët e Tiranës, gjithmonë. Shihte shpesher... Se po të pres fjallën. Po, të lutëm, mu bëjë zakonisht shumë qefi gjatë varrimit gjyshes, para 2 vjetësh, kur erdhi për të marrë pjesë për ngushëllim Bigji, famshëm. Po. Dhe më dha mua një dhuratë, jo nënës, po më dha mua, një dhuratë, një flamur të Tiranës me gjithë firmat e lojtarëve të vjetër që akoma jetojnë. Nuk ka gjë më të bukur. Dhe unë i kam vënë në 2 flamurin e themelimit të Tiranës dhe këtë flamurin e vogël me firmat të tyre. Janë sa kujtime të bukura. Po prap me nonën edhe kjo. Po, se në ditën e nonës doli dhe kjo edhe tjetra, kështu që i ke bashkë me njëra tjetrën. Eksakt. Në shtëpinë tuaj, sa e mba mend ti situatën? Shihesh futboll ndërkombëtar shpesh, a? Ndërkombëtar dhe nuk mund të thuash. Kurse ndërkombëtar kam fjalën. Çfarë jep te kanali Tiranës? Çfarë mund të shikoj? Jo, s'kishte ndonjë gjë të lidhur që të shihesh e raj në një gjë tjetër. Jo, deri në kohën që dëgjyshin 76-ën, jo, pastaj filluan më vonë ato mundësirat, jo Kanoçi, jo kjo, jo ajo. Po deri në kohën që gjyshi ishte gjallë, jo. No, flitet televizori nga viti 72, kur që e sollën deri nga 76-a që vdiq, domethënë ajo kohë. Shtëpia tironse e bukur, e fortë? Shtëpia tironse e vjetër. E vjetër? Nona thoshte gjithmonë që shtëpia jonë thoshte është e dyta e ndërtuar në Tiranë 2 katçe. Dhe se ç'përmend të që shtëpinë e parë 2 katçe në Tiranë e ka bërë Filani, një familje. Një emër, po një nga këto emrat e vjetër të Tiranës. Si thua këto familjet e vjetra me emër në Tiranë. Ata e bën të parën dhe të dytën e kemi ne, e kanë bërë stërmosta me 2 kate. Qartë. Kuptohet qelpiç e gjitha, me muret nga 1,20 m qelpiç. Të forta. Me dru apo e shtruar me dysheme? Qelpiç dhe dras. Edhe dras, po dyshemeja edhe sipër. Karakteristike. Si e ke parë, ti je tifoz futbolli? Ose je me Tiranën, apo... Ja, shumë veta ma bëjnë këtë pyetje. Atëherë, është normal. Unë nuk është jam një tifoz i madh nga ata që thuash që të rri në çdo moment sa doli që është bërë. Kuptohet, dëshira ime e madhe është të fitoj Tirana. Kuptohet që respekti im më i madh shkon për tifozat e Tiranës që e nderojnë gjyshin kudo dhe kurdo herë, dhe unë kam respektin më të madh për ata dhe shfrytëzoj rastin ti falenderoj sot këtu ku jam. Tifoz jam si çdo njeri që ka qejf shohë një ndeshje të bukur, pavarësisht se kush luan, pavarësisht se kush... Qartë. Mirë, ju lënë këshilla tregtare dhe kthehemi në studio dhe për pak me Armando Babanin.